Ne nuk jemi të prirur që të shohim se si tjerët fitojnë, ndërkohë që shteti shqiptar thjesht vën dispozicion asete dhe thjesht merr disa nga të mirat e kësaj pune, që janë teknologji, punësim e tjera. Por ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranoj shtetin si ortak. Flitet shumë këto kohë për tradhtira e për shitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur dhe do kishin bërë të gjitha ato për cilat akuzojnë, sepse kështu thot një fjalë e mençur, kush t'akuzon pa prova, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë atë për cilën t'akuzon, por ja kjo është tradhtia jonë, që sot një kompani e krijuar për të shërbyer si qendër graviteti e industrisë sonë të mbrojtjes, 100% aksione të shtetit, ka filluar të argëtojë të ardhura nga këto lloj sinergjish. Dhe të gjitha kompanitë që kanë ardhur dhe që do të vinë nga vendet partnere kanë vetëm një derë për të ulur, për të diskutuar, për të negociuar dhe për të bërë marrëveshje, që është dera e kompanisë Kajo. Së shpejti ne do të jemi përsëri së bashku për të parë të tjera zhvillime që deri dje do ishin të pabesueshme. Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar Timakut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Timakun dhe për cilët Timaku merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjetet të cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare dhe parafytyroni vetëm kaq. Ushtria shqiptare që nga viti 1992, mbasi u bë gjithë skrapizimi dhe çmontimi shtazarak i asaj që ishte një industri që po t'ishte ruajtur, do t'i kishte bërë Shqipërinë një pikë referimi në këtë kohë të re luftrash edhe në këtë kohë të re sfidash kolektive të mbrojtjes, dhe deri përpara se sa të hynim në këtë fazë, ka vuajtur për mjete. Një mjet këtu, një mjet atje. 5 sot, 6 nesër. 3 u prishën, 2 janë në mirëmbajtje. 7 erdhën, 4 nuk punonin. Plani ynë, që folëm edhe me shefin e shtabit, si duhet ta falenderoj shumë për këtë hov që i ka dhënë gjithë kësaj faze të rilindjes së industrisë ushtarake, dhe brenda vitit 2028 ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flot mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do t'jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu,
të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafytyroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Kush do ta kishte imagjinuar, sikur t'ja u thoshin deri jo shumë vite më parë? Askush. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar dhe e cila tani do filloj t'jap të tjera lloj rendimentesh dhe të tjera lloj produktesh, duke pasur parasysh këtu industrinë ushtarake, po jo vetëm. 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timaku. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashkë në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pas zjarfikse. Ndërkohë që sot kemi një flotë zjarfiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme. Dhe në vend se edhe këtu të shkojmë lart e poshtë, e të bëjmë një tender sot, 2 tendera nesër, dhe t'i marrim ca të kuqe, ca vishnje, ca portokalli, sipas tenderit radhës, ne do ndërtojmë një flotë zjarfiksesh që do të jetë njësoj si flota e ushtrisë që sapo ka nisur të marrë formën e vet përfundimtare. Do t'i kemi të gjitha zjarfikset që i duhen Republikës Shqipërisë sipas standardeve të një vendit NATO-s dhe të një vendit Bashkimit Evropian për frym, për territor, për kilometër. Po ashtu me autoambulancat, e njëjta gjë, dhe në ndërkohë keni parasysh atë që thash në fillim. Nga shpenzimet që do të bëj shteti për t'i marrë këto mjete në kohë, për t'i marrë këto mjete me cilësinë më të mirë, për t'i marrë këto mjete duke pasur një bazë mirëmbajtje, jo bllokohet mjeti siç i gjetëm helikopterët kur erdhëm, që ishin 90% e tyre që rinin si pula helikopterët, nuk fluturoni dot më, se s'kishte më mirëmbajtje, edhe duhej shkuar sa në Poloni, sa ku diun se ku, e duhej mbajtur radhë, lloj çuditërash. Sot i kemi të gjithë në punë, dhe sot i kemi të gjithë të lidhur me një bazë të vetme, që është një bazë e NATO-s, ndërkohë që për sa i përket gjithë këtyre flotave, do të kemi mirëmbajtjen këtu në vend, dhe nga të gjitha ato shpenzime, Kajo, shteti, kompania publike, fiton. Pra, shteti paguan në këtë rast Timaku, në një rast tjetër një kompani tjetër, se janë një sër marrëveshjesh që ka lidhur dhe Polit Kajo, dhe pjesa private merr pjesën e vet, Arjeta të vetën, shteti merr të vetën, dhe kështu një pjesë e parave të shtetit kthehen përsëri te shteti dhe riinvestohen përsëri ashtu dhe aty ku shihet e nevojshme. Kjo është Shqipëria e re që funksionon për ditë. Dhe dua ta mbyll edhe me një tjetër risi që vjen prapë nga kjo forcë e re që ne kemi krijuar këtu, dhe që e falenderoj përsëri shefin e shtabit. Jam shumë mirënjohës sepse i ka marrë me shumë seriozitet dhe disa detyra të cilat kanë qenë si shfaqjet huaja për shefat e shtabeve. Nuk kam gjë këtu me paraardhësin se e kemi mik, por e kam me faktin që edhe ne vetë kemi qenë më pak të ditur edhe mbase edhe jo mjaftueshmërisht të guximshëm. Dhe këtu e kam fjalën për bazën e re të logjistikës që do të jetë një kompani e ushtrisë shqiptare në shërbim të gjithë bashkive, një kompani e infrastrukturës e cila do të bëj mirëmbajtje,
e cila do të bëjë ndërhyrje që lidhen me infrastrukturën e kanaleve, me infrastrukturën e kanaleve ujitës, vaditës, rrugëve.